Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe për të ndarë bashkarisht ngjarjet më të fundit të rreth artistëve të Fermës. Në qendër të vëmendjes është Mimoza Ahmeti. Shumë pyetje në fakt për të, shumë drona për të për mbështetjen e saj, shumë njerëz janë ngritur në këmbë për të kuptuar se çfarë po ndodh me të, por ka patur shumë pak reagime nga familjarët. Pikërisht në këto ditë të ngjeshura për të, në këto ditë të dinamike, kanë vendosur që të reagojnë familjarët e Mimozës, këtu përfshirë vajzën e saj, e cila në fakt ka treguar një sekret që ndoshta askush nuk e kishte dëgjuar. Qëndrimi i shkrimtares dhe poetes së njohur Mimoza Ahmetit brenda reality show Ferma VIP ka sjellë reagime të shumta në rrjetet sociale, duke kthyer atë në një nga personazhet më të komentuara të këtij formati. Pas dronit mbështetës që poetja mori nga jashtë, komentet dhe diskutimet në rrjet u shtuan edhe më shumë, ndërsa disa deklarata të saj me humor për vajzën milionere morën vëmendje të madhe. Tani nga ku ka ardhur vajza milionere? Mimoza ka treguar që e bia e saj i ka qëndruar jashtëzakonisht afër, i ka bërë video e shëtitje në aspektin të mirë, kanë kaluar të dyja mirë bashkë dhe janë kënaqur bashkarisht, dhe nga këtu doli fakti që vajza e Mimozës është një milionere e madhe, mbi të cilën që mori një vëmendje të madhe. Mes gjithë debatit, vajza e saj ka vendosur që të reagojë publikisht, duke zbuluar një anë më personale dhe më të panjohur të SJ-s, larg asaj që shfaqet në ekran edhe në përditshmëri. Në mesazhin e saj, ajo e përshkruan Mimoza Ahmetin si një mama ideale, duke treguar se Mimoza ka kaluar vite të vështira dhe ka bërë sakrifica të mëdha për rritjen e saj dhe të motrës së saj. Sipas vajzës së Mimozës, pavarësisht të sfidave ekonomike dhe vështirësive të jetës, Moza ka bërë çdo përpjekje që fëmijët të mos të ndjenin mungesa, duke i shkolluar në institucione private dhe duke ju siguruar gjithçka të nevojshme. Shpesh, duke hequr dorë edhe nga reatia apo dëshirat e saj personale. Vajza e Mimozës zbuloi gjithashtu se EJ-ma ka zgjedhur të qëndrojë për rreth 20 vite e vetme, pa krijuar një martesë tjetër, vetëm për t'ju përkushtuar vajzave të saj edhe familjes. Ajo hodhi poshtë paragjykimet edhe kritikat e ndjekësve, duke theksuar se një nën si Mimoza Ahmeti meriton qiellin plot me drona e parashuta, ndërsa shpjegoi se droni mbështetës erdhi si një shenjë dashurie dhe malli, pasi prej kohësh nuk janë takuar për shkak të angazhimeve të saj në universitet. Në fund të reagimit, vajza e saj u përgjigj edhe kritikëve që kanë komentuar sjelljen e poetes brenda Fermës, duke sqaruar se karakteri i saj në format është pjesë e spektaklit edhe pjesë e argëtimit. Të gjitha ato thashë themet që Moza thot, unë kam një vajzë milionere, vajza ime është milionere, që kanë ngritur në fakt amendësime pse Moza të vuan kur vajzën e ka milionere, ajo me sakrifica i ka rritur dhe vajza studion. Një dron, nëse ja çon mamit nuk do thotë që je milionere, kështu që mos dezinformojnë publikun.